Prodhimi im është diku te 50 me 60 tonë mandarina. S'kam shitur asnjë kokër mandarinë. Asnjë kokër mandarinë për momentin. Presim, shikojmë nga lart, mbase Zoti na ndihmon të bëhet diçka. Ja siç e shikoni vet, asnjë makinë, vetëm makina të njerëzve që vinë nëpër pikat e grumbullimit, pjesin, bëjnë, gjithë janë me shpresë. Unë personalisht një parcel që kam këtu afër është emergjente. Parcela është e gjitha për të hequr nga dega. Të gjitha mandarinat duhet të hiqen nga dega se ka filluar te i pjekje. Edhe është e gjithë mandarinë e certifikuar, mandarinë e saktë, mandarinë e pastër, pa asnjë lloj pesticidi, është mandarinë që nesër duhet shitet. Atë mandarinë që han fëmijët e mi, që ha unë, atë mandarinë do hanë edhe njerëzit në Shqipëri, në Kosovë dhe në Evropë. Është shumë cilësore. Është mandarinë që nesër jo sot, nesër duhet hiqet. Është mandarinë që duhet ikë nga dega. Është prodhim që duhet ikë, se nesër do mbushen kanalet e zonës Konispolit dhe pastaj më të gjitha këto intervistat çfarë bëjmë do jenë të kota.